Mendon se është kaq e nevojshme, domethënë që për të rritur një fëmijë me patjetër duhet të shikosh një psikologe, duhet të marrësh këshilla. Domethënë mendoj se sot çdo lloj gjëje ka ardhur vështirë, domethënë edhe prindërimi sot është shumë e vështirë. Po kohët vijnë vështira dhe prindërimi bëhet më i vështirë. Po ai sa i vështirë është dhe i lehtë se ti ke më shumë informacion. Po ta mendosh kohë më përpara prindit tanë s'kishin fare informacion. Këtë bëj krahasimin. Prandaj po them, nëse është dëshira, është dhe zgjidhja. Kjo është e gjitha. Se tani thënë që, unë nuk di ti përdor rrjetet sociale. Atëherë pse ti e lë fëmin tënd të ketë adresa TikTok-u, Instagrami, kur ti nuk di ti menaxhosh vet. Pra ti nuk e ke fëmin në kontroll. Nëse ti nuk di ti për shto, vëre fëmin të lexoj një libër, çoj një vend ku mund të vizatoj, mund të shpreh dëshirat e tij, mund të bëj një sport. Pra mund të angazhosh me gjëra të tjera që i nevojiten, nëse nuk e ndjek dot. Pra, nëpërmjet telefonit duhet ta ndjekësh në aktivitete fizike. Pra, nëse prindi don do ta gjej gjithmonë kohën për të marrë me fëmin e tij. Qoftë edhe një orë në darkë, pra të krijoj atë autoritetin e duhur, do t'i vlej shumë. Pra ti nuk mund ta lësh fëmin të lirë gjatë gjithë ditës dhe nëse ndodh një problem ti thua çfarë ke. Pra, këtu ke dështuar në mënyrën e prindërimit. E gjithë mënyra e prindërimit duhet të vazhdojë që në vogëli deri në adoleshencë e më pas edhe ne kërkojmë ndihmë prindërve dhe tani që jemi të mëdhej. Pra nëse unë nuk ndihem mirë, do marr nënën ose babain telefon dhe i them kjo më ndodhi, çfarë të bëj, çfarë më këshillon, kam një problem me makinën, do marr babin në telefon. Pra gjithmonë do kemi nevojë, sado të rritur që ti jemi. Patjetër që po, domethënë prindi dhe fëmia nuk kanë asnjëherë moshë për njëri tjetrin, është ajo lidhja që duhet të jetë gjithmonë e pandashme.